Le të mendojmë për një moment si kur të gjitha shtyllat e sigurisë në jetë shemben befas. Humja e atdheut, e pasurisë, e antarëve më të ngushtë të familjes dhe të gjitha këto ndodhin në të njëjtën kohë. Është një skenar realisht dërmues, nga ata që të paralizojnë. Sakt. Dhe nëse strategjia e vetme e mbijetesës përballë këtij shkatërrimi total është të lidhesh fatin me dikë që ka edhe më pak pushtet se sa vetë ti, kjo është fiks ajo që do të shqyrtojmë sot. Eksplorimi ynë thellohet në një tekst të lashtë, i cili, me thënë të drejtën, i kthen në përmbys plotësisht idetë e sotme mbi menaxhimin e krizave. Po, burimet që kemi përpara sot janë vërtet jashtëzakonshme. Kemi një seri shënimesh historike dhe analizash letrare mbi atë që njihet si libri i Ruthit, dhe jam shumë i lumtur që po e bëjmë këtë analizë. Edhe unë jam shumë entuziazmuar, sepse qëllimi i këtij rrugtimi nuk është edi thjesht të ritregumi një historie të vjetër. Ne jemi këtu për të zbërthyer një mekanizëm, si përballohet në fakt një humbje e tillë dhe si ruhet integriteti në vendimet e vogla të përditshme. Atyr kur asgjë nuk ka më kuptim. E vërtet, por për të kuptuar peshën e vërtet të kësaj analize, duhet fillimisht të vendosim theksin te konteksti, sepse burimet e bëjnë shumë të qartë që sfondi i kësaj ngjarje nuk është as pak një periudhë paqeje. Nuk ka qenë një kohë e qetë, apo jo? As pak. Ngjarjet zhvillohen gjatë kohës së gjyqtarëve në Izraelin e lashtë, domethënë, nga pikpamja historike, kjo mund të mendohet si një epokë krejtësisht kaotike. Është pothuajse një skenar pa qeverisje qendrore, ku kishte një paqëndrueshmëri masive, si sociale, ashtu edhe shpirtërore. Wow, një kaos i vërtet. Fiks. Kishte cikle të vazhdueshme dhune, korrupsioni dhe një mungesë totale ligji. Dhe ajo që bie në sy nga tekstet është se pikërisht në mes të këtij kaosi makro, fokusi ngushtohet në mënyrë drastike. Të një familje e vetme. Saksisht, të një familje fare zakonshme, e cila përballet me një tragjedi të shumë fisht. Në rregull, le ta zbërthejmë këtë sepse është vërtet një kontrast i fortë. Ne kalojmë nga ngjarjet e mëdha gjeopolitike të një kombi, direkt të dhimbja intime e një shtëpie të vetme. Historia nis me një krizë ekonomike, bie zja e bukës në Betlehem. Po, uria i detyron të lëvizin. Dhe familja e Naomit detyrohet të bëhet në thelb një familje refugjetësh. Ata shprëngulen në një vend të huaj, në Moab, por aty mbjetesa kthehet në makth. Naomi fillimisht humbet bashkëshortin e saj. Një goditje shumë e rëndë. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, e di pak vite më vonë ajo humbet edhe të dy djemt. Leximi i këtyre burimeve vërtet zbulon një nivel dhimbje e zbraztie që, me thënë të drejtën, vështirë se mund të përkthehet lehtë sot. Është pothuajse e pamundur ta kuptosh pa e parë nga sytë asaj kohe. Po, sepse ajo mbetet krejtësisht e zhveshur nga çdo mbrojtje në një tokë të huaj me dynuset e saj të reja moabite, të cilat gjithashtu mbeten të veja. Dhe këtu duhet të ndalemi pak, sepse pesha psikologjike dhe sidomos ajo ekonomike kësaj situate është e paimagjinueshme. Sidomos nëse marrim parasysh mekanizmat e shoqërisë atëhershme patriarkale. Çfarë nën kupton më saktë me këtë? Cilat ishin pasojat praktike? Domethënë identiteti, siguria financiare, madje dhe mbrojtja ligjore e një gruaje në botën e lashtë ishin të lidhura pashmangshmërisht me bashkëshortin ose me djemtë e saj. Nuk kishte një rrugë tjetër. Të humbisje që të dyja këto shtylla do të thoshte të bëheshe praktikisht një fantazm në shoqëri. Një fantazm? Wow, është një përshkrim shumë i fortë. Por është fiks kështu, ato ishin të ekspozuara ndaj varfërisë ekstreme, urisë dhe sigurisht shfrytëzimit. Dhe Naomi, duke qenë më e vjetër, e kupton këtë realitet të ashpër shumë qartë, kështu që ajo vendos të kthehet e thyer në atdheun e saj. Edhe me një logjik të ftohtë, pragmatike, u kërkon nuseve të saj të kthehen te familjet e tyre të origjinës, për të pasur një shans të dytë për jetë. Po, dhe këtu ndodh ajo ndarja e madhe që dokumentohet në burimet tona. Sakt. Njëra nuse, Orpahu, bën atë që do të konsiderohej nga çdo mendje racionale si zgjedhja e duhur. Ajo kthehet në shtëpinë e saj. Por Ruthi bën një zgjedhje tërësisht radikale. Ajo refuzon të largohet. Ajo thot atë frazën e famshme apo jo? Fiks. Tekstet citojnë zotimin e saj. Populli yt do të jetë populli im dhe Perëndia yt do të jetë Perëndia im. Le të ndalemi thellë këtu, të lutem, sepse në lexim të parë,
Kjo fjali duket thjesht si një poezi e gukur besnikërie. Tingëllon shumë romantike në sipërfaqe. Por, po të analizojmë rrethanat thellë, kjo i ngjan një vetvrasje sociale. Është si të jesh në mes të një stuhie pa një çati mbi kokë, të ofrohet një strehë e sigurt dhe ti të zgjedhësh të qëndrosh në shi, thjesht sepse nuk do që personi tjetër të laget i vetëm. Është një analogji shumë e gjetur. Kështu që më duhet të shtroj një pyetje logjike, bazuar te materialet që kemi. A nuk ishte absolutisht asnjë kuptim ky veprim? Do me thënë në këtë nivel pasigurie të skajshme, ku edhe vetë ushqimi është në pikpyetje, pse të lidhet me një grua të moshuar e të dëshpëruar, e cila madje i thot hapur se nuk ka çfarë t'i ofrojë më? Ajo që është më gjepse këtu është se burimet na detyrojnë të rishqyrtojmë vetë për kufizimin ton mbi besnikërinë. Instinkti bazë njerëzor, gjatë një humbje apo krize të tillë, thret për vetë konservim. Për të shpëtuar lëkurën tënde. Sakt. Është pragmatizimi i pastër. Por ajo që kjo narrativ thekson, është një formë besnikërie që shkon shumë përtej logjikës transaksionale. Do me thonë, nëse besnikëria bazohet vetëm te ajo që marri mbrapsht, atëherë është thjesht një kontratë. Fiks, sy kontrat interesi. Ruti demonstron se besnikëria e vërtet, ajo lloj besnikërie që transformon historinë, gjen formën e saj më të pastër pikërisht në furrën e dhimbjes. Atë kur nuk ka absolutisht asnjë përfitim personal në horizont. Wow, kjo është e thellë. Zgjedhja e saj tregon se të mbash peshën e dhimbjes së tjetrit, të ofrosh këtë prani të pakushtëzuar në momentin më të errët, kjo mund të ketë një vlerë më të lartë morale sesa mbrojtja e rahatësisë vetjake. Dhe kjo është ndoshta thelbi vërtet i menaxhimit të humbjes që tregojnë këto tekste. Do me thënë që shpëtimi nuk vjen gjithmonë nga një zgjidhje e shpejtë? Saktësisht. Ndonjëherë vjen thjesht nga një përkushtim i palkundur ndaj njerëzve që vuajnë kranish. Është e fuqishme, vërtet, sepse përkthen një ideal të lartë abstrakt direkt në baltën e realitetit të ashpër. Pra, Ruthi zgjedh të kërcejnë atë humner bashkë me Naomin. Por, këtu gjërat bëhen vërtet interesante, sepse tani mbërrim te thejbi praktik. Te përditshmëria. Eksakt. Egzaltimi shpirtëror i një vendimi të madh, sado i bukur të jetë, zbehet shpejt kur stomaku fillon e kërkon ushqim. Ato zbresin në Betlehem dhe realiteti i ftohtë i godet. Duhet të mbijetojnë dita ditës. Dhe këtu nuk ka ndonjë mrekulli teatrale, apo jo? As pak, as një shkop magjik. Zgjidhja vjen përmes një pune krejt të rëndomte, madje fizikisht shkatruese. Ruthi del të mbledh mbetjet e kallinjve të grurit në përara pas korseve, dhe duke lexuar burimet, kupton që është një pozicion jashtëzakonisht i cenueshëm për një grua të huaj. Një rrezik shumë i madh si fizik ashtu edhe social. Përtej çdo detyrimi minimal. Po, dhe veprimi i Boazit në fakt kërkon pak shpjegim mbi dinamikat e asaj shoqërie, sepse këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me një njeri të pasur që po bën ca bamirësi rastësore. Burimet shpjegojnë një sistem të mirëfillt asaj kohe, ligjin e mbledhjes së mbetjeve. Si funksiononte ky ligj? Pronarët e tokave udhëzoheshin ligjërisht që të mos i korrnin arat e tyre deri në cepin e fundit. Kjo bëhej me qëllim që të varfrit dhe të huajt të mund të mblidhnin ushqim për të mbijetuar. Por, në një epokë kaosi si ajo e gjyqtarëve që përmendëm më parë, zbatimi i këtij ligji ishte shumë i rrallë. Njerëzit ishin të pangopur. Kështu që Boazi ishte një përjashtim? Fiks. Fakti që Boazi jo vetëm e lejon Ruthin, por i udhëzon punëtorët e tij të lënë qëllimisht më shumë grur dhe ta mbrojnë atë, kjo tregon një integritet të thellë të përditshëm. Dhe këtu analistët prezantojnë atë që është boshti qendror, ligjor dhe kulturor i kësaj historie. Konceptin e shpengusit familjar, ose në hebraisht, goel. Prit pak, më lejo të ndal një sekond këtu. Ky term, shpengusi familjar, ngjan shumë si term teknik. A nuk ishte thjesht një dhurim parash për t'i nxjerrë nga varfëria? Jo, ishte shumë më komplekse se kaq. Sepse nëse e krahasojmë me botën e sotme, tingëllon pothuajse si një sistem sigurimesh shoqërore, por i bazuar te gjaku apo jo. Cili ishte mekanizmi vërtet? Po, krahasimi me sigurimet shoqërore është shumë i saktë. Për ta thjeshtuar atë mekanizëm që është bukur kompleks, nëse një burr vdiste pa lënë trashëgimtar, toka e tij rrezikonte të shitej jashtë familjes. Emri i tij fshihej dhe veja ngeli në rrugë të madhe. Një katastrofë plot. Ligji i lashtë i jepte të drejtën dhe në një farë mënyrë detyrimin moral
të afërmit më të ngushtë mashkull që të shpengonte, pra të blinte përsëri tokën e humbur, dhe gjithashtu të martojë me të ven për t'i siguruar asaj mbrojtje dhe për t'i dhënë një trashëgimtar emrit të djerit. Aha, pra ishte një pakt shumë i thellë. Jashtëzakonisht i thellë. Domethënë, nuk ishte thjesht një lëmosh financiare, siç e tha. Ishte marrja përsëri mbi supe e përgjegjësisë së plot për të ardhmen dhe dinjitetin e asaj familjeje. Megjithatë, kjo përkonte një kosto të madhe personale dhe financiare për atë që bëhej shpengues. Të merrje këtë rol ishte një barre madhe vullnetare. E kuptoj, kjo vërtet i jep situatës një peshë krejt tjetër. Por, duke parë se si rrjedhin ngjarjet, mua më lind një dyshim thelbësor nga materialet. Të dëgjoj. Tekstet sugjerojnë disi që ishte një rastësi që Ruthi përfundoi pikërisht në arën e Boazit, i cili na qen ka edhe një nga këta shpenguesit e mundshëm. Do me thënë, është ekuivalenti i sotëm i të dërgosh një CV në errësirë totale, pa adres, dhe rastësisht të punësohesh nga një CEO dashamirës, i cili, surpriz, delse është një i afërm i largët me aftësinë për të shpëtuar nga falimentimi. Është pak e vështirë ta besosh si thjesht rastësi apo jo. Pikërisht, si argumentojnë burimet këtë si një providencë ose plan më të madh, dhe jo thjesht si një bilet lotarie me shumë fat. Nëse lidhim këtë me pamjen e gjerë, analiza e burimeve në këtë pikë ofron një perspektivë thellësisht filozofike mbi atë që ne sot e quajmë zhvillimin e ngjarjeve apo fat. Si e shpjegojnë? Në këtë tekst specifik, ndërhyrjet hynore nuk vijnë përmes mrekullive spektakulare. Nuk ka qiell të hapur, nuk ka zëra paralajmërues. Burimet po bëjnë një pretendim shumë të guximshëm. Ajo që ne shpesh etiketojmë thjesht si fat, është zakonisht përplasja mes dy njerëzve që vazhdimisht bëjnë gjën e duhur në errësirë. Wow, kjo është vërtet e bukur. Po. Është integriteti ditor i Ruthit, e cila refuzoi lypjen dhe shkoi të punonte fizikisht fort, që kryqëzohet me integritetin ditor të Boazit, që zgjodhi të drejtonte biznesin e tij me drejtësi dhe empati. Kështu që kjo rastësi nuk e zhvlerëson providencën, përkundrazi. E vërteton atë në jetën e përditshme. Sakt. Tregon se providenca punon si një rrymë me nëndeshme pikrisht përmes atyre zgjedhjeve të vogla morale, atëherë kur ne mendojmë se askush nuk po na sheh. Karakteri i tyre krijoi hapësirën ku ndodhi shpëtimi. Është një përfundim briljant nga ana e teksteve. Kjo do të thotë që fati apo providenca favorizon integritetin e përgatitur. Por nga ana tjetër, mbijetesa ditore është një gjë. Zhvillimi i historisë tregon se ka një moment kur duhet ndërmarrë një hap përtej asaj rutine të sigurt. Besimi duhet vënë në veprim, po. Sepse puna e përditshme po i mbante gjallë, por si kalohet nga mbledhja e kalinjve të sigurimi një të ardhmeje të qëndrueshme? Tekstet theksojnë se besimi nuk është pasiv, dhe kjo na sjell te ai plani i Naomit, i cili, për ta thënë butë, tingëllon jashtëzakonisht ekstrem në veshët tanë sot. Po, këtu dinamika përmbyset krejtësisht. Naomi del nga i dëshpërimi saj i thellë dhe fillon të artojë një strategji. Ajo e udhëzon Ruthin të ndërmarrë një risk social, domethënë kolosal. Çfarë ndodh saktësisht atë natë? Plani ishte ky: të presin derisa Boazi të mbarojë punën në lëmin e grurit, të hajë dhe të flejë. Dhe Ruthi udhëzohet të shkojë fshehur azi natën aty, t'i zbulojë këmbët dhe të shtrihet. Kur ai zgjohet në mes natës, i habitur nga prania e një gruaje, Ruthi i kërkon atij praktikisht të përmbush detyrimin si shpengues. Ajo i thotë të shtrirë rrobën e tij mbi të. Prit pak, sepse nëse marrim këtë skenë dhe vendosim në botën e sotme, imagjino pak, një punonjëse që i hyn fshehur natën shefi derisa i fle, i zbulon këmbët dhe shtrihet aty. Kjo tingëllon thellësisht alarmante, mbas edhe manipuluese. Padyshim që në lentet tona duket ashtu. Pra, cila është logjika kulturore pas gjithë kësaj? Pse në lëmin e grurit? Pse ky simbolizmi me rrobat? Dhe mbi të gjitha, si mund të argumentohet që ky ishte një hap i pastër besimi dhe jo thjesht një joshje e dëshpëruar për të shpëtuar nga varfëria? Vija ndarse mes guximit dhe manipulimit duket shumë e hollë këtu. Është një pyetje tepër e rëndësishme. Këtu është thelbësore të zhvishemi nga lentet e shekullit të 21, siç e tha. Spari, lëmi ishte i rrezikshëm natën, ishte i pambrojtur, normat mund të thyeshin kollaj.
por pikërisht aty fshihet guximi i saj i jashtëzakonshëm. Po me robën, çfarë kuptimi kishte? Simbolika e rrobës është çelësi. Në atë kulturë, mbulimi i një gruaje me cepat e mantelit të një burri ishte një gest zyrtar, ishte një akt ligjor dhe kulturor, i kërkesës për mbrojtje dhe për martesë. Në fakt, vetë Boazi, disa kapituj më parë, e kishte vlerësuar Ruthin që kishte ardhur të kërkonte streh nën krahët e Zotit. Tani ajo, me shumë zgjuarsi, kthen fjalët e tij në veprim praktik. Duke i thënë, bëhu ti ai instrument mbrojtjeje? Pikërisht. Dhe pse nuk është manipulim? Sepse manipulimi mbështetet te mashtrimi, te shantazhi apo fshehja e motiveve të vërteta. Ruthi është 100% transparente. Është një veprim i rrezikshëm për reputacionin e saj, por i mbushur me përulësi. Do me thënë, ajo vendos gjithçka në një bazë të vetëm. Sakt. Ajo besonte verbërisht te karakteri i Boazit. Besonte se ai ishte aq i drejtë, sa që nuk do ta keq kuptonte e as nuk do ta abuzonte me situatën, por do ta shifte ashtu siç ishte. Një thirrje e thellë për drejtësi dhe streh ligjore. Aha, e kuptoj tani. Është si të vendosësh çdo gjë që ke mbi një kontratë sociale të pashkruar, duke pasur besim absolut te integriteti i tjetrit. Nuk pas ka të bëj fare me detyrim ose joshje. As pak. Ka të bëj me krijimin e një mundësie për veprim të drejtë, pa komprometuar karakterin e asnjërs palë. Dhe ky moment, ky rrezik total, duket se përshpejton vërtet zgjidhjen përfundimtare të konfliktit. Nga ajo marrëveshje në errësirë të natës, kalohet më pas në dritën e diellit, në një veprim shumë publik. Fiks ashtu ndodh. Burimet detajojnë se si të nesërmen në mëngjes, Boazi shkon menjëherë te porta e qytetit. Porta ishte ekuivalenti i gjykatës lokale të atëhershme. Dhe ai e përfundon procesin e shpengimit publikisht. Madje, duke negociuar edhe me një të afër tjetër që ishte më i afërt se ai, i cili tërhiqet. Dhe kështu Boazi merr rolin e shpenguesit dhe martohet me Ruthin, dhe ata kanë një djalë, dhe kemi këtë skenë të fuqishme apo jo aty në fund. Naomi, gruaja që kishte rënë aq thellë në hidhërim sa kërkoi ta quajnin Mara, që do të thotë hidhur, tani mban nipin e saj në krah. Është një skenë vërtet kinematografike. Është rikthimi i plot vizual dhe emocional i jetës. Aty ku më parë banonte vetëm vdekja. Është mbyllja e përsosur narrative, por e di që tekstet theksojnë diçka, një dimension shumë më të gjerë se sa thjesht lumturia e kësaj familje të vogël rurale. Çfarë saktësisht nënkuptojnë këto dokumente kur e lidhin këtë ngjarje me një vizion më të madh? Këtu burimet bëjnë ato lidhjen masive historike dhe gjenealogjike. Nga ky fëmijë i lindur mes një pronar izraelit dhe një gruaje të huaj moabite, rrjedhë gjithë origjina e mbretit David, një nga figurat më qendrore. Dhe më pas, theksohet gjenealogjia që të çonte figura e Jezusit. Wow, pra impakti është monumental? Tekstet po vendosin një theks të fortë letrar. Historia e madhe e hirit në këto tradita nuk është një drejtë ekskluzive e elitave, apo atyre me gjak të pastër. Instrumentet qendrore të këtij plani ishin njerëz të marginalizuar. Një grua e varfër e huaj pa mbështetje, që thjesht zgjodhi të ishte besnike dhe ndershme, dita ditës. Kjo është jashtëzakonisht progresive për atë kohë. E jashtëzakonshme. Pra, çfarë do të thotë e gjithë kjo për ne sot? Ne shpenzuam goxha kohë duke zbërthyer këto detaje historike e kulturore, sepse ka diçka këtu që duhet na provokoj. Si përkthehet kjo kur mendojmë për situatat e sotme, kur njerëzit përballen me humbje shkatruese, ose me zgjedhje të vështira etike në punë, ku duket se integriteti nuk vlerësohet fare. Kjo ngren një pyetje të rëndësishme dhe vetë analizat e këtyre teksteve ofrojnë disa pyetje mjaft të mprehta reflektuese. Ato kërkojnë që ne të shohim jetët tona përmes këtij filtri. Cilat janë pyetjet që duhet i bëjmë vetes? E para, a jemi ne në gjendje të ofrojmë të njëjtën besnikëri kur marrëdhëniet pushojnë së qeni të dobishme për ne financiarisht ose emocionalisht? E dyta, kur përjetojmë trauma, a kemi aftësinë të jemi transparent me dhimbjen, si Naomi, por duke lënë hapësirë për hir, dhe më thelbësorja, kur nuk e kuptojmë fare planin e madh, a vazhdojmë ne dita ditës të bëjmë zgjedhje me integritet?
Këto janë pyetje të rënda, por ashtë të nevojshme, është një mesazh shumë inkurajues në fakt, sidomos sot kur e di gjithçka matet me shpejtësinë e zgjidhjes apo të fitimit personal. Ne mbuluam një rrugtim godha të gjatë sot. Po, vërtet e mbuluam nga çdo kënd. Pohet aty te ato veprimet e vogla të fshehura si mbledhja e kallinjve. Dhe së treti, ajo që shpesh duket si fundi më i pashpres, mund të jetë fiks vendi ku fillon rikuperimi. Përpara se ta mbyllim këtë eksplorim, le të qëndrojmë pak me këtë mendim të fundit, si një lloj sfide për reflektim. Kemi parë sot se si një narrativ historike kolosale, mbeti e varur e gjitha te fati i dy të vejave dhe një pronari të drejtë toke. Një ekuilibër i brisht. Tamam. Nëse mendojmë pak për atë efektin zinxhiro, nëse një akt i vetëm krejtësisht i heshtur dhe i panjohur i besnikërisë, nga një grua thellësisht e pafuqishme, arriti ndërsheku të formoste një linjë që transformoi kuptimin e shpëtimit, atëherë çfarë zinxhiri ngjarjesh të paimagjinueshme mund të jemi duke nisur ne sot? Wow! Po, domethënë, pa e ditur fare, përmes atyre zgjedhjeve të vogla të heshtura, për të mos e braktisur dikë, apo për të mos komprometuar parimet tona në mes të një krize. Është vërtet një perspektivë që përmbys çdo gjë. Veprimet e vogla në nije që fshehin brenda gjenetikën e një historie të madhe. Kjo lë vërtet shumë hapësirë për të reflektuar se si përgjigjemi kur duket se nuk na ka mbetur asgjë për të dhënë. Kjo është fuqia e këtij thellimi. Nuk janë thjesht të dhëna historike, janë dritare për të kuptuar të tashmen. Le të vazhdojmë të mbajmë lart integritetin në gjërat e vogla deri në eksplorimin ton të radhës. Faleminderit, ishte një bisedë fantastike. Miru